Ka një ngjashmëri midis zgjedhjeve të vitit 2001 kur Berisha arriti të imponohej majorancës atëherë socialiste dhe kësaj si kërkon të imponohet kësaj majorancë. Ngjashmëria qëndron te terminologjia. Qëndron në faktin që Berisha thotë që do përgatitet një libër i zi për zgjedhjet me shkeljet që janë bërë, manipulimet që janë bërë, dhe thotë që komuniteti ndërkombëtar dhe veçanërisht ato rekomandimet e OSBE-s do jenë kaq të zeza sa që do detyrojnë Ramën që të përsërisë zgjedhjet. Mirë, ka një ndryshim të madh. Kush është ndryshimi? Në atë kohë, në vitin 2001, ndodhi fenomeni dushkut, ku nga një qendër, nga një zonë, e cila nxirrte një deputet, në fakt u prodhuan 17 deputet. U bë një lloj truku zgjedhor i cili çoi në zgjedhjen e 17 deputetëve dhe i jepte mundësi Nanos që të bëhej president i vendit. Mirë po, ndryshimi qëndron edhe në faktin që Berisha në atë kohë nuk ishte non grata, manipulimi që u bë nga majoranca socialiste ishte shumë i dukshëm dhe i evidentueshëm, dhe ndërkohë vetë majoranca socialiste ishte e përçari, kishte hyrë krimbi përçarjes, fraksionet që lëviznin dhe akuzat e mëdha për korrupsion. Ndërkohë, kishte edhe një lloj të realiteti në Partinë Socialiste, ku tre koka, Nano, Meta dhe Majko, kishin një konkurrencë të vazhdueshme me njëri tjetrin. Kush i ka mbi 20 vjet, pra që është i azhurnuar me shtypin e di këtë. Ndërkohë, ajo që neve shohim është që në zgjedhjet e tanishme manipulimet janë të tilla të cilat mund të quhen të pranueshme. Dhe kjo bën që të ketë një mirëkuptim nga ana e faktorit ndërkombëtar. Këtë e tregoi edhe pritja që ju bëri Rama gjithë udhëheqësve kryesorë europianë në Shqipëri, ku natyrisht në qoftë se do kishte sinjale për manipulime të mëdha, do kishte një lloj abandonimi të atij takimi, megjithëse takimi nuk ishte për Shqipërinë. Gjithashtu duhet thënë që sinjalet janë dhënë që Rama është shumë i pranueshëm për komunitetin ndërkombëtar. Ndërsa manipulimet që pretendon Berisha janë të atilla që nuk prekin trendin e zgjedhjeve. Duhet thënë që pavarësisht se Berisës nuk i vjen mirë, Berisha nuk është më ai i pari. Dhe zgjedhjet janë të atilla që pranohen. I vetmi fakt ku kapet Berisha është që Shtetet e Bashkuara nuk i kanë uruar këto zgjedhje. Unë mendoj që nuk i kanë uruar për një sër faktorësh, ndoshta mund të futet edhe lobimi, por nuk besoj se është çështje lobimi e Lacivitës. Më tepër, Shtetet e Bashkuara nuk din ku kanë mendjen. Por ajo që është kryesorja, nuk i kanë dënuar këto zgjedhje. Nuk duhet të harrojmë që 2 herë që Departamenti i Shtetit ka ndërhyrë në zgjedhje është në 96-ën, por dhe atëherë i kërkoi Berishës që të bënte zgjedhje vetëm në 17 zona, sepse kishte dalë me një rezultat të tmerrshëm, 130 me 10 deputet të opozitës, 10 ju kishte lënë socialistëve. Procesi ishte shumë i korruptuar, i braktisur nga socialistët me një rezultat të frikshëm në përkuti, ku dinin edhe 120%, se duke i futur me tufa fletët e votimit, gjithçka kishte degraduar. Ndërkohë që ky proces nuk është i tillë. Herën e dytë që ka ndërhyrë Shtetet e Bashkuara, pra ishin në 96-ën, ishte më tepër ishte ky procesi si tham i 2001-shit i dushkut. Po herë tjetër Shtetet e Bashkuara nuk kanë kërkuar një ndryshim të rezultatit, pra të bëhen zgjedhje të reja. Kjo s'ka ndodhur kurrë. Pra, po marr rastin ekstrem të 96-s, i cili ishte një akt i dënuar nga komplet komuniteti ndërkombëtar. Edhe atëherë nuk u kërkuan zgjedhje. Kështu që teoria e Berishës që amerikanët do kërkojnë në zgjedhje të parakohshme është një teori e cila nuk pi ujë sepse nuk janë kushte të atilla. Pse e bën këtë Berisha? Natyrisht e bën në mënyrë që të mbaj të karikuar elektoratin e vet. Çfarë mund të bënte ndryshe? Të thoshte që unë po jap dorëheqjen. Kjo si shkon në mendje. Atëherë, si mund të shmanget kësaj? Duke hedhur tezat të cilat janë për konsum të brendshëm. Pra, na u votën zgjedhjet, do ribëhen zgjedhjet, mbas një viti do ribëhen zgjedhjet, su bën mbas një viti, kur të arrijë viti, po s'do bëhen sepse
Trumpi ka qenë me grip këto kohë dhe s'ka pasur kohë të merret me mua, por do bëhen zgjedhje lokale dhe të përgjithshme së bashku. Edhe lokale do pretendojë që janë vjedhur, dhe të jemi sigurt atëherë thotë që 2 vjet kaluan, shtrëngoni rrybin, edhe 2 vjet të tjera na kanë mbetur. Mbas tyre 2 vjetëve të jeni sigurt që Berisha do ketë humbur akoma më shumë se sa 50 deputet dhe partitë e reja do jenë fuqizuar, këto që janë dhe tjera që vinë do jenë fuqizuar akoma më tepër. Ndërsa Rama nuk e dim, po ka rrezik të kapi aq sa i duhen 94 për të bërë 2/3 e parlamentit. Por gjithsesi do kemi kohë, do flasim për këtë, janë përpara 4 vjet të tjera. Janë 4 vjet në të cilat nuk do mungoj retorika e Berishës, por gjithçka duhet në dorë të Ramës. Po të dojë Rama bën zgjedhjet e reja, po të dojë Rama nuk i bën zgjedhjet e reja, sepse ligji që kanë bërë është i tillë që një shumicë mund të rrëzohet vetëm kur e kërkon kjo shumicë. Dhe kjo është bërë për t'i krijuar një stabilitet vendit. Dua të rikujtoj këtu që shumë shtete të tjera kanë pasur zgjedhje problematike. Hungaria për shembull, Orban e ka ndisi opozitën në ato fillimet e veta në gati 10%. Opozita kaloi në depresion. Vučić, ku është? Vučić sot mbretëron pavarësisht demonstratave të mëdha. Pse? Sepse bota kërkon stabilitet. Rama nuk mund të krahasohet as me Vučić dhe as me Orban, për sa i përket autoritarizmit të qeverisje. Po, pra, ne kemi një liri shumë më të madhe se sa çka kanë serbët apo hungarezët. Por ajo që favorizon akoma më tepër Ramën, përveç këtij fakti që pranohet të jetë i pranueshëm nga Perëndimi, është edhe fakti tjetër që Rama nuk është një udhëheqës i dhunshëm, siç janë këta, dhe ju afron stabilitet, atë që duan europianët, dhe gjithsesi ju plotson çfarë duan dhe çfarë kërkojnë europianët dhe amerikanët. Kjo i siguron një qetësi të dy anëve. Si gjithmonë në fund, ju rikujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, drejtari të videot të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.